Komentimi përsosur I Kuranit. Gjuzi I 29. Sure El Mulk, ajetet nga 12 deri te ajeti 14. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhati as-sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Vërtet për ata që I friksohen Allahut të tyre pa e parë atë, do të ketë falje dhe shpërblim të madh. Sido që të flisni ju, fshehtas apo haptas, ai e di mirë çka në zemrat tuaja. E si të mos di ai që ka krijuar gjithçka, kur ai njeh çdo gjë me imtësi dhe është I gjithë informuari. Komentimi. Krijuesi I botës është I gjithë ditur për të fshehtat e saj. Në vazhdim të ajeteve të mëparshme ku diskutua rreth politeistëve dhe fatit të tyre në Kiamet, në këto ajete Kurani u referohet besimtarve dhe shpërblimit madhor të tyre. Ajeti 12 thotë, vërtet për ata që I friksohen Allahut të tyre pa e parë atë, do të ketë falje dhe shpërblim të madh. Fjala ghaibun tregon për njohjen e padukshme të Allahut, ose besimin në ringjalljen e padukshme, ose të dyja këto. Për komentimin e këtij ajeti janë dhënë dy interpretime. Në njërin interpretim bëhet fjalë për frikën prej Allahut, edhe kur mëkatet janë të fshehura, dihet se nëse dikush nuk kryen mëkate fshehurazi, është e sigurt që ai nuk do të kryejë mëkat as haptazi. Interpretimi I dytë I ajetit flet për sinqeritetin në nijet, synimin e pastër të besimtarit, qëndrimin larg prej mëkateve dhe zbatimin e urdhrave hyjnore, sepse vepra e fshehtë është përtej hipokrizisë. Duhet thënë se sinteza e këtyre interpretimeve nuk shkakton ndonjë problem. Fjala maghfiratun falje dhe tokfjalshi ejrun kebir, shpërblimi I madh, përdoren për të treguar madhështinë dhe rëndësinë e faljes dhe të shpërblimit, të cilat do të jenë aq të mëdha sa që asnjë njeri nuk mund t'i imagjinojë dot. Më pas në ajetin 13 për ta theksuar sa më shumë çështjen thotë, sido që të flisni ju fshehtas apo haptas, ai e di mirë çka në zemrat tuaja. Disa komentues të Kuranit kanë treguar një arsye që u bë shkak për zbritjen e këtij ajeti. Ata tregojnë se Ibn Abbasi ka thënë, një grup njerëzish hipokritë dhe politeist që ishin gojligj, flisnin keq për profetin Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe Xhebraili e njoftoi profetin Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij për këtë. Disa prej tyre ju drejtuan njëri tjetrit duke thënë, flisni fshehurazi me njëri tjetrin në mënyrë që të mos ju dëgjojë Zoti Muhamedit. Në këtë kohë zbriti ajeti I lartë përmendur, sido që të flisni ju fshehtas apo haptas, ai e di mirë çka në zemrat tuaja. Ajeti 14 është argument për atë që u tha në ajetin më lartë, e si të mos di ai që ka krijuar gjithçka, kur ai njeh çdo gjë me imtësi dhe është I gjithë informuari. Duke komentuar fjalinë e si të mos di ai që ka krijuar gjithçka, interpretuesit e Kuranit kanë dhënë mendime të ndryshme. Disa kanë pohuar se ajeti thotë që Allahu I cili I ka krijuar zemrat, a nuk është në dieni për sekretet dhe të fshehtat e tyre, ose Allahu I cili ka krijuar njerëzit, a nuk është në dieni për sekretet e tyre, ose Allahu I cili ka krijuar gjithçka dhe është në dieni për të gjitha sekretet e botës, a është e mundur të mos jetë në dieni për sekretet e njeriut që është një krijesë prej simfonisë së madhe të krijimit? Sidoqoftë, për ta konceptuar këtë të vërtetë, duhet të kemi parasysh faktin që procesi I krijimit, pra I dhënies së ekzistencës nga Allahu I madhëruar, është I vazhdueshëm. Kjo do të thotë se në çdo moment krijesat furnizohen nga begatia e ekzistencës që buron prej Allahut. Allahu I madhëruar asnjëherë nuk I lëmënjan krijesat e tij. Në thelbë qeniet janë të varura prej ekzistencës së Allahut, nëse për një moment të vetëm lidhja e tyre me veten e pastër të Allahut ndërpritet, ata do të shkojnë drejt shkatërimit dhe zhdukjes. Rëndësia e kësaj lidhjeje të përhershme dhe këtij furnizimi të vazhdueshëm me ekzistencë është njëherësh edhe argumentimi më kryesor për informimin e Allahut të madhëruar në lidhje me sekretet e të gjitha krijesave në çdo kohë dhe në çdo vend. Përshkrimi I Allahut me fjalën Latifun, e cila rrjedh nga fjala lutfun, shërben për të treguar se Allahu I madhëruar është në dieni të çdo çështjeje, në mënyrën më të saktë, sado delikate që të jetë, është në dieni të çdo lloj lëvizjeje të shpejtë dhe të çdo gjëje.
Ndonjëherë kjo fjalë është përdorur edhe me kuptimin e krijimit të trupave delikat, të vegjël, stër mikroskopik. Pra, përmbajtja kuptimore e kësaj fjale synon të tregojë se sado që synimet e zemrës suaj janë të fshehura dhe të fshehta, sado që mendimet tuaja i shprehni në takime të ngushta, Allahu i madhëruar është në dijeni dhe i mirë informuar për çdo veprim, për çdo mendim dhe lëvizje tuajën. Disa komentues të Kuranit në komentimin e fjalës Latifun kanë thënë se Zoti është ai që e lehtëson përgjegjësinë dhe shumë fishon shpërblimin. Në realitet edhe ky pohim është një lloj mirë llogaritje e imtësive, të cilat i merr parasysh Allahu kur do të përfshi në mëshirën e tij. Disa komentues të tjerë po ashtu kanë thënë se përshkrimi i Allahut me epitetin Latifun është bërë sepse ai depërton në brendësi të gjitha gjërave që ekzistojnë dhe prania e tij nuk mund të mungojë në asnjë vend të botës dhe për asnjë çast. Ai është i pranishëm në çdo vend dhe në çdo kohë. Në fund të gjitha aktori kthehen te një e vërtet. Kjo e vërtet thekson dhe dëshmon faktin se Allahu është i gjithdijshëm dhe i mirë informuar ndaj sekreteve të fshehta apo të dukshme të gjithçkaje që gjendet në këtë ekzistencë.